Tani është koha që t'i themi faleminderit atyre që çdo dalje televizive na zbukurojnë, na ndihmojnë që me shkëlqy gjithmonë. Një falenderim për butikun Medina, sepse veshjet më elegante dhe keni zgjedhje sa të doni në 3 lokacione, në 3 pika brenda Prishtinës. Të mund të gjeni veshjet elegante të gjitha masave që është shumë e rëndësishme dhe sigurisht stilet e fundit. Jashta veshjes kuptohet që Osi bën mrekulli me rregullimin e flokëve, kështu që një falenderim për Osin dhe Mates Hair Salon, ndërsa ju them falenderit sigurisht edhe Ozone Hair Clinic, sepse është klinika më profesionale për mbjelljen e flokëve. Këtë po mbije shumë shpesh me përsërit, sepse unë jam pacient i tyre, kam qenë pa flokë dhe kam qenë në një gjendje të tmerrshme, por fal Ozone Hair Clinic kuptohet që buzëqesha dhe siguria më është rikthyer fuqishëm, njëkohësisht në Ozone përpos mbjelljes transplantit të flokëve, njëkohësisht kemi edhe shamponin Mosi London, të cilët mirëmbajtja e flokëve pas çdo larje bën mrekulli sepse është shampon pa kimikate, kujdeset për flokun tuaj në mënyrën maksimale dhe për mbi të gjitha u jep vëllum flokëve tona. Është koha që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit Ftohtë Nxehtë, pak më herët ju paralajmërova që do e kemi, realisht unë po e vazhdoj me thënë një promovim të një këngës, një këngë që premierën e pati në In and Out, por sigurisht ditëve të fundit është një këngë që e kemi kthy kokën për me pa, me dëgju edhe me shiu. Një këngë që flet për dashnin, për ato kaldërmat që kanë lënë gjurmë gjithmonë, e këto emocionet e bukura dashnisë, edhe pse dashni e humbur, po na shkon pak me kohën me këto ditë e ftohta. Në mënyrën më të mirë të mundshme, din me sjell vetëm Neki emra, Neki. Grani, të falenderit shumë. E bënë një përshkrim shumë të bukur të asaj që në disa sekonda edhe isha të ndëgju. Me vëmendje. Me vëmendje, sakte për shumë. Vetëm një fjalë harrova pa e cek, sepse për këngën çan Prizreni. Neki ne kemi edhe kantautor në këtë këngë, kështu që është pak sa më e veçantë se ndoshta disa prej këngëve që i kemi dëgju prej Nekit. Ne po e shohim edhe videoklipin mrapa, po fillimisht po flasim si lindi ideja me nis me bo këngën Çan Prizreni. Çan Prizreni është një këngë e cila e kam kompozuar, e kam shkruar dhe tekstin para diku 2 vitesh ndoshta. Për Prizrenin kom shkrujt në vitin 2007 herë në fundit. Do më thonë, pothuajse 20 vite bot, kur e kam fitu festivalin e Zambaku i Prizrenit, me këngën Qyteti im. Atëherë pa të dediku qytetit. Unë jem rrit në Prizren. Pak lokales, kështu për s'përish po. Pakës, megjithse kur po i shoh tash unë 26 vjet po jetoj në Prishtinë, e 18 kom jetuar në Prizren, kështu që po i bën që në Prishtinë më shumë kom jetuar se në Prizren. Po gjithsesi ai qytet ta lën një emocion të veçantë. Dhe pa ta kriju këtë këngë, po rrihja aty. Nuk u merrsha me këngën. Kështu që tash mas krejt kësaj hallakamës vitit 3. Do me thonë nëntori, dhjetori, mramje, gjirimet, gjithaj presione, ngarkes. Unë thasha, diçka du mu qetsu, kom nevojë në janar, mësë me bo kurgjo, absolutisht, edhe po shkoj pori pak në Prizren, pak me familjarët, pak me kështu, edhe tu dollë, tu lëvizë në për atë qytet, mu kujtu që unë e kom një këngë, që i dedikohet qytetit. A më zval kaldërmat e Prizrenit kanë kujtu diçka për të kalumës? Po, normalisht, kaldërmi i Prizrenit gjithmonë të rikthen në se u inspirove me një farë forme të kujtu kënga. Mu kujtu kënga, shumë është të vërtet. Ai qytet është qytet historik, ai qytet është qytet i dashnis. Do më thonë, i dashni kur linë në atë qytet lën gjurmë. Ashtu si që kam thonë edhe në këngë, edhe tash rikthimi ndoshta që po thu, me ta vërtetu fjalën, rikthimi në këto ditë atje, ma dha një ndjenjë shumë bukur derisa e ndëgjojsha këngën dhe derisa lëvizja nëpër qytet. Pastaj edhe familja, antarët, e ki këngën shumë e bukur, nxerë, shumë që nga e bukur, edhe pastaj vendosa me abu videoklipin, edhe i ftova, po du mi falendru nëse më lejon, Elsa Production edhe Feridin dhe Mjaltin që realizun 100% qysh unë e kom pas dëshirë. Do me thonë, u takova me djemët, i thash
unë po e du kështu. Një orë bisedum, në dëgjun me vëmendje, dhe e nëzorën pikrisht ato që ka unë kisha dëshirë. Unë e dojsha me pas këto që tani të tashojnë edhe njerëzit, besoj, atë emocionin ku pjesa e Shadërvanit nuk do këtë që do këtë në për video tjera, po do këtë asni njeri, kaldërmi, uj kur jetë, jo mo ato pamjet e zakonshme, po pamjet ma të thella, Realisht ma këtë të ty ngushta. këndu dhimbjes, edhe dhimbja zakonisht cilat emocionin me, ose pa dashje, ta cilë një farë emocioni bardhazi, sepse strukësh me në vetës edhe tjepen kujtimet e bukra të asaj kohë, sepse po i flet një dashnije që ka qenë edhe nuk është ma. Naj gjurëm e të kaluarës, a është pjesë e kongës, saj për këtë dashnisë, jo kujtimeve në prizeren si fëmije, si kështu. Shqo, tash, Po flasim gjithmonë para shumë viteve, se ti ke jetu para shumë viteve në prizeren. Shumë, në moshën minore, do me thonë deri në moshën... Ke pas naj simpatit bukur që i ka me të naj gjurëm në ato kaldërmat i prizeren? Une tash e shumë vite jam pjesë gjitha media, po mas shumë ti, po them, mas shumë të nështë një pjesë tjetër se jom të e kalu dhe në televizionin isteni, dhe gjithë shikus të televizionin isteni e din që unë jom një njeri mjafti sinqert. Do më thonë edhe nëse flasim edhe për të kalumën, nëse flasim edhe për gjanat të cilat mund të konsiderohen si tabu për me i thonë, unë nuk e konsideroj diçka që të rrezikshme, nëse edhe pse tani kam familje, edhe me thonë një të vërtet. E vërteta është që po, gjithmonë në këngët e mia, shumë nga këto fjalë që unë i them, janë të vërteta. Nuk fshehi unë këtu. Dashuria o diçka e bukur, e cila kalohet, dhe mbetet një kujtim i bukur. Nuk do të thotë që një dashuri fëminore që ndoshta e kam kalu, ka në ndonjë ndikim sot. Mirë po, e le një kujtim të bukur dhe unë e kapitalizoj në një këngë të bukur, ndoshta. Kështu që po, është e vërtet, çdo thonje ndoshta aty, që kam shkruar nga se tekstet i shkruaj vet, nuk është që fshehi diçka. Kështu që ajo më shumë i sinqert, po ka të vërteta. Po për këtë arsye dhe ta bona këtë pyetje se e di që na tregon drejt. Megjithato, nuk jom nis prej një ideje që vetëm me shpreh emocionin tem. Unë mendoj që kjo këngë ka shumë njerëz, ekstremisht shumë njerëz, që kanë dashuri që kanë lindë në Prizren. Edhe besoj sidomos bashkëqytetarët e Prizrenit, besoj që do ta gjejnë veten këtu, dashurit përfundume që s'kan mujt ndoshta me çuje të bashk, ose kanë shumë kujtime, njoh shumë njerëz, njoh shumë miq, disa nga ta dhe na kanë shkruajt që na ki kthyn kohë e kështu me radhë. Domethënë ideja ka qenë që secilin njeri që jeton, është fakt, çdo njeri që jeton, kalon në për dashuri. Dhe ajo është gjë e bukur. Mirë po... Se dhe në ekskurzion si fëmi, kur kena shuna kanë shumë Prizren, kështu që kena pas dështë në Pikrisht, edhe ujnë ndoshta e kipi ujnë. Pe Prizrenit e këm, e kom pru e në kas, tash më sëra se është adem. Mirë po unë e shumë vite nuk kom bo balada, ka shumë vite, më duket 4-5 vjetë nuk kom qitë balad, edhe tash nuk e di, nështë moti që ke shumë ftoft, edhe ke kështu dhe vendosa me mja këty, sidomos qytetarët Prizrenit mja këty këto, po ka dhe shumë qytetarët vendeve tjera që mujnë me gjetë vetën këtu, edhe sidomos... Dashuria nuk ka vend, dashurosh në çdo vend. Nuk ka, dashurosh. Mirë po këtu mendoj që ka dhe shumë njerëz të cilët nuk jetojnë në Kosovë fare, që jetojnë ndoshta edhe në diasporë, që kanë qenë ndoshta qytetarë Prizrenit ose Tratinës, që mund të gjejnë vetën jashtëzakonisht shumë në këtë këngë. E vërtet. Përderisa ne folëm pak sa për këngën, edhe them që shumë njerëz e gjejnë veten në këtë këngë, kisha dashur në këto momente, për dallim prej herave tjera dhe për dallim prej emisioneve ftoft të nxehtë që zakonisht i sfidoj këngëtarët, i sfidoj, domethënë ju them me Knu Live sepse është një gjë e bukur, unë sot nuk po du me të shtim me Knu Live, po du që bashkë me miqtë të ftoft të nxehtë Radio Televizionit 21 me pa këngën më të re nga Neki Emra. Si të këndoj unë në këtë natë. Dhe u rikthyem pas të shanë Prizreni, realisht ne po e shohim bashkë me Nekin, jashta interpretimit tënd pamjeve të Prizrenit, po i shoh edhe dy personazhe që po e luajnë me një farformë me atë rolin aty në kujtimeve. Po, një pyetje shumë e bukur për shkak se për herë të parë, domethënë në videoklipin tim kam ftu vajza e cila është me
në videoklip është vajza e Agjës, okej. me bashortin e vetë. Dhe kjo kalin nuk kom pas me realizu vetëm, ideja ka qenë që unë me qenë vetëm në videoklip, mirë po ata e postojnë një dit një foto, pa ngjyra, bardhëzi. Një dit para se me bisedu unë për fillimin e gjirimeve të klipit, edhe unë rastësisht e shoh atë foto, edhe me njerë i marrë në telefon, këta janë një qift i mrekullushëm, i kam fëmijët e rritur, dhe thash, kjo foto, thash, ma dha një ndjenjë që ju doni me qenë pjesë këti klipi, sa do kudo kur plakën, e keni një kujtim bukur, edhe me video, se postojnë foto, dhe jo mi lundë që i kom këta dy, të cilët i du shumë, jashtëzakonisht shumë, në videoklipin tim, edhe për ta do t'jetë një kujtim i bukur ndoshta, kështu që dashuria atyre është reale. Do me thonë, këta janë qift real me zveti dhe jo mundu me dhonë edhe një emocion real mrena videoklipit. Kjo është e bukur. Neki, të përgëzoj për këngën, edhe ma shumë këngë tilla me nasjet, ta është bënë një qanë Gjilani. Po Gjilani. Bënë edhe qanë Stamboli për shambull. Oke, nëse sa dikon. A kushtëm ty ma për mirë ta cilën bojmë vend? qesh Gjilani, se Gjilani janë Sefdali janë Gjilan. E bojmë me qesh. Qesh Gjilani. Neki, me qenë se jemi të kënga, për du me ta bu edhe një pyetje saj përket si do tjetë viti, ke planifiku këngë, duete? Une, Granit i kom të paku një 10 këngë përfundume, komplet përfundume, të cilat nuk po arimi lasu. Do me thonë, këto ideja që përdush me jabo një videoklip ose diçka. E kom një ide, ndoshta me nxjerr një album të ri, ose 2 albume, nga se po rrinë këngë të finalizume, mirë po ende s'po di se si do t'ja boj, gjithsesi këtë vit, normal që kam me pas edhe projekte të reja, por ta shohim me kalimin e kohës se si do t'ja bëjmë. Me balada, po besoj që me videoklipe e kom byllë tash edhe për një 5 vjet, për shkak se jemi shumë të angazhu me dasma, me këto mramje. Po e nis, shpesh njerëzit shohin vetëm dritat e skenës, por pak e din sa fëtot bëhet jashtë saj. Kuptohet që fillimet e gjithë secilit janë të vështira. Jo veç fillimet, po unë po ndalem pak të fillimet. Cila ka qenë ajo jo, më e madhe në fillimet e tua që e ke marë, ta ka thy zemrën, por që besat ka e mësim për me vazhdu tutje. Jo. Jo. Wow, kjo është një pyetje shumë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë, se gjithmonë na i mendojmë potë, edhe ato joti i heqim. Për këtë arsye ta komunona me dalë në një kanë tjetë. Ndoshta përkthej një jo të bukur, një kujtim shumë të mirë, që e kom nga indjeri baba im, që ka qenë një jo. Mirë po përkthej ajo jo që mu më ka drejtu ndoshta që karriera ime me marrë një kohë shumë më pozitive. Pse po e them këtë? Unë e kom pas një këngë, kam qenë pjesëmarrës në Top Fest, më duket, nëse nuk ka bëj. Edhe unë dojsha me bu, atë këngë dojsha me bu punu me videoklip. Edhe, kur e nëzora atë këngë, isha në festival, çdo gjë ishte në rregull, edhe unë u bësha gati me bu videoklipin. Edhe po flas me prindin, me babajin këtë rast, edhe piton bab, po du me bu videoklipin e kësaj këngë, edhe fjala parë e ti ka qenë jo. Tash masi veç u këthim ko, ajo më ranë mend. I thash pse jo? Tha, videoklipi parë, me këngë, me paraqitje mediatike, tha, duhet me qenë diçka ndryshe. Duhet me qenë diçka veçantë, diçka që varësisht çfarë e bën të parën, ajo ka me të përcjell komplet karrierën. Kjo nuk është për me qenë këngë, për me qenë e para. Kjo mund me qenë e dyta, po jo e para. Mas një kohë, mas një viti më duket, apo sa ka qenë 1 ose 2 viti, une e kompozova këngën Të vdes apo të pres, e mbanë men. Shumica më dinë ndoshta më të Nga njerë dhe joja aty në të mira me pikërisht. Dhe unë kur e nxora Të vdes apo të pres, shkova, u kry orkestrimi gjitha, dhe kur se arroj me ndëgjoj se ishim në shtëpi, dhe unë jashova me ndëgjoj se i kisha në telefon, thash në ndëgjoj këto, a bon. Edhe pash që ju mbushën sytë me latë. Kur se arroj atë moment, dhe vetëm e i heqin ndëgjoj se ta kjo bon. Unë e përpysë, apo të pëlqen kënga, apo të pëlqen teksti, orkestrimi, asë një fjallës për fletë. Vështë ta kjo bon edhe shkoj.
Thash, folë mërë babë në i fjallë. Jep Ka ma pak folë një shtytje. emocionet e syve. Jep ma një shtytje, nuk folë, vishta kjo bon. Edhe pas asaj unë me të vërtet, e nëzora të vdes apo të pres, dhe karriera ime normalisht mori një kohje komplet tjetër, edhe kur se aroj, kur e realizova klipin, mleo dhe qëto po du me falendrua Gjën Florin këtu, që erdha mas pari, edhe thash ta shof ta marrë një mendim, qysh pi dokët, në përmjet një miku tonë përbashkët, thash, kush e di, unë isha i ri, unë u frigoj që ato që katastrofë, kush e di, a malqoj në herë. Edhe Gjën Florin kur e po, tha, wow, shumë tha qenë ka e bukur. Tha, jo që kemi me shu, po tha, na kina me ta lot, tha, këtë kongë, tha, shu, tha, se shumë e bukur qenë ka. Ajo joja e babaj tim ka qenë një jo shumë e bukur, shumë e vend, që ma ka do një kohje tjetër karrierës. Kalojmë një jetë në kapitujt ndryshëm. Më thënë, në etapat ndryshme, në kapitujt ndryshëm, që me një farë forma është si një farë libri i jetës tonë personale. Nëse tu kishë donë mundësia, në librin tëndë, prej nga momentit që më banë me në gjenë mësot, cilin kapitull kështë dasht me shiju edhe njëherë? Momenti më i bukur i jetës teme ka qenë kur kanë ardhur një jetë dy fëmijët e mi, ndoshta. Ato e kisha nënvizu, ose moj mi thonë, pikrisht një nënvizim të jetës, më i bukuri ka qenë aty kur kam qenë, kur kam marrë një vendim, ndoshta me hy brenda në sallë. Në jetën tem, nuk di a kom pas atë emocion, mi unë dritë durt, komt, gjithë shka. Kur i kom pa, nga se i kem prit gjatë, edhe kur i kom pa, të ardhë një jetë, dy engjëjt, atëre, unë nuk di, do më thonë ka qenë krejt këtë liber, tjetës tim, ajo e nëze vendin më të lartin. Nëse këtë kapitull për më shumë me përsërit prapë. A i madhe i zotë, nëse ka dëshirë përsëritët. Po, dëshira është pak edhe me mundin që e bëjmë. Po, mundin e bëjmë na. Gjithsesi, sa do që me bo mund, prapë në fund, titës zoti i cilë në jetë. Sepse po mundoja me dal nga njërë të emocione dhe se po më ka plojnë. E di. Jo, ka lezeta jo fu, për ato mirë është, që për cekë. Neki, kuptohet që ka momente kur i mbyllim sytë, ose kur jemi të vozit, ose tu e shfletu një libër, ka momente që na ik pak një pjesë e mendjes edhe kthehemi me do kujtime dikur. Sidomos ajo në ato kujtimet e fëminis, ndoshta asaj kohë, asaj periudhe kohore ku jeta ka qenë ndryshe. Dhe më thonë, nuk kena pas rrjete sociale, nuk jena livdu qysh po dokemi, qysh po veshemi, po jemi knasht ndoshta edhe me një loj, me një top të vogël, edhe me rshit në borë që sot dhe më thonë nuk po i shëfmit, fatkeqësisht. Nëse të kthehesh në kohë, prej momenteve të ndryshme, qoftë lumtura, qoftë jo të lumtura, tjetës, të fëminis, po e them kështu, a e ke ndoshta edhe në këngë që të kujton një moment caktum që e ke nisi në sfënd? Si në sfënd edhe që ta jep një moment edhe një kujtim, qasaj kohë? Kur kom qenë fëmi, tash unë mundojsha me të ndëgju me shumë vëmendje, për shembull, unë është kanga, e tash edhe më falendiri që kam edhe mikut, më kujtohet një moment, kam qenë fëmi i vogël, edhe kemi qenë me një darsë. Unë e kam dash kangën Nisetrimi për grupet. Shumë. Të madhit si Navdo Saliu, që tani e kam edhe mik shumë të mirë, edhe i kom tregu këtë histori dhe kam qenë me një dasën ka këndu Sinani. Unë kam qenë fëmi i vogël edhe mu marrin me më ngrit në skenë, aty dasëm, i thanë Sinani e kënon një kangë këtongën, edhe ma jep Sinani mikrofonin dhe unë e këndoj Nisetrimi për grupet. Dhe aje emocion në fëmi kom qenë, është që se haroj njetë. Edhe më ka kapë Sinani, mas e kom këndu, më ka përqaf. Bile tash ishim me një mramje zbashku dhe i tregua këtë histori. Normalisht si kujtohet se ka kënu me mija mramje, dhe thash, ku erdhë, do më thonë, djeta, po këndojmë tash bashk, në një mramje, po ajo histori, do më thonë, edhe më ka bo që edhe Sinani me pas shumë pëlqym, si këngëtar, gjithmonë e kom pëlqy, e kom dasht, dhe ajo kangë nështa ma kujton pak fëmi, ka dhe plot kangë tjera, se si fëmi, Po, kuptohet, po janë momente. Po që tash në moment që më pyte, më ranë me Nisetimi për gurbet. Se sot du në thash, edhe në fillim të intervjisës, po mundohem gjithmonë me nëzirë një anë tjetër
prej këtyre dritave dhe magjisë skenës dhe të publikut. A ka pas në moment Negi ku gjatë pas një interviste, pas një koncerti, pas një dasme, ke shku në shpe ose me një hotel, me qenë se udhtani shumë. Edhe ke këshyr vetëm pas qyre dhe ke thonë, zdja ku me vazhdu masi jo më lodhë. A ke pas moment dopsie dhe dërzimi? Menoj që se cilin, tash nuk e di kolekt, po ma merë me një se cili e ka. E ka atë moment. Ajo është një moment ku ka shumë herë, trupi nuk prodhon mo energji. Edhe të vjen një moment, thu, s'po muj mo. Të vjen një moment. Edhe thu, këtë arsyet negative ja gjenë vetës, këqijat ja gjenë, që thu s'po muj në më u këtë punë. Ka momente tila, fatmirësisht nuk janë të shpeshta. Janë shumë të ralla, mirë po kanë ndodhë në karierën teme, kanë ndodhë që kom pas momente që jam dërzu. Mirë po ato kanë qenë shumë shkurta, kom pushu, e kom marrë vetën, po shpesh une mdo këtë tash nuk e di, a e kanë gjithë. Unë mdo këtë që kom një motor rezervë. Po shprejna në atë aspektin bukfalt fjallës, kështu si një motor që kur e shoh vetën që mos po muj, më vjen mu dorzu për këti profesioni, nuk e di që kam dhez diçka, edhe që unë a luftoj kundër krejtve. Pse më vjen që ajo prej nga e kom ato, nështë ta prej karakterit, nështë ta e kom prej shenjës horoskopit, nështë ta kujtim. Unë jem dem, po nuk e di prej qkavit e kom. Po diçka eksiston që ma jep një farë fuqijet të veçantë, që sidomos kur bi krejt komplet për toke, më dhez diçka tjetër që më bi mu. Po qka është edhe nuk e di. Kur bjen, kur jenat nivelin që nuk e dina keme mujt me vazhdu ma, aty është forca që e gjenë me ungritin kome, dhe ato e bojnë veç njerë se mdaj. Kështu që... Inshallah jemi ashtu, po e kom që si a di titullin s'pe a di që kam jatëm. Në këto pytje, alla granit që po e them kështu... Pytje të fshira që ku pas në herë, s'ko pas si pytje ku. Tash të tu ti kite drejt mos më përgjigj. Kete drejt me më thonë skep, sepse jam pytje pak... Po t'i bëj ty se e di që të pak të në ta njerë që para kamerave flasin. Negi, e dim që jeni kolegë, jeni shumë kolegë. Dhe a ka nëj këngëtar që nuk e ka 10% e talentit tëndë, për merë 3 fishin e pagesës? Këngëtar, si këngëtar, a? Nuk e di, valla, ta shune su një vlerësoj, një asam të konë. Qa do me thonë? Do me thonë këtu do me thonë emër, apo? Po jo, okej, për emër po ta letoj se komentarën u pak ma vonë. Si e merë 3 fishin e pagesë, ka, për shkak se ka shumë edhe që kënojnë playback, edhe që marrin 5 fishin tonë, ose 10 fishin tonë. Ata menoj që nuk e kanë talentin tonë. Kështu që është mëse e vërtet, sot i dim qëfar vlera ka ata që kënojnë playback në për klubet të mdoja, nëse jep mikrofonin me kënu live, ata nuk e kanë kapacitetin. Kështu që ata marrin shumë fish ma shumë se na, 5 herë 10 herë ma shumë se na. Kështu që mirë po nuk i akuzoj, nuk i kundërshtoj, e kanë gjetë metodën, e kanë gjetë tregun e vetë, njerës të i pëlqenë, mund të jenë stili muzikor, mund të jetë rryma, mund të jetë rinia, mund të jetë ndërimi gjeneratave, dhe unë i uroj, i thomë bravo që ki arrit. Move, next. Bile, nëse mujnë miliona me marë, pse jo, bravo i qoftë. Ne kështu po. Neki, unë thash më herët që shpesh herë para kamerave, nëzërim një maskë. Sa e fuqishme është ajo, varet. A ka artista që kur dalim para kamerave bëjnë si enjoy, për realisht një jetën private, janë komplet e kundërta. Po ndoshta një 70% deri në 80% mund t'jenë ashtu. Që pse e kom zjedh me i bëtë qëto pytje? Edhe pse pa emra, pas për i punë. 70-80% janë, po më mërë me një që janë ashtu. 20-30% janë jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht njerëz mirë janë, mirë po një 60-70% të ashtë më spedi, me numra si ko matë, po besoj që i kanë maska ekstremisht shumë. Mu maskat nuk më pëlqenjë,
unë nështë e ki vrejt edhe në natyrë, jam kështu shumë i sinqert, po në para kamerës foli drejt, ne në funditës jemi njerës, na ka ra hise me bo një farë pune, edhe ata që më na shqiqojnë, na dëgjojnë, duhet të ta dinë edhe anën tjetër tonën, po shumë vendosin maska, a është e drejt, a nuk është e drejt, ato nuk e di. Aty nuk e di. Mirë, po unë mendoj që ka shumë. Ka shumë. Okej, ne po kalojmë tani, kuptohet që në ftoftë të nxehtë ne nuk mundesh me pështu pa na i loj. Hajde. Kështu që po e largoj vetëm pak ozonin, ti nuk ki nevojë po mdo këtë për mjellje të flokëve, a pak? Pak, nështë ta... S'na ka ardhë Valmira se kësha shti me të kontrolu, me të pa ki nevojë. Jo, po më thënë që kom nevojë, po mirë, po unë nuk jom për aty në kisha pas qef edhe me mbra dhe flokët. Me shiju të lacin? Me shiju njerë të lacin në jetë. Se edhe ajo e ka historinë propa, ha? E vërtet. E ka historinë, kujtë i bin flokë, nuk i bin bashkë rasisht. E ka një parhalli. Mund ka rapë. Mirë, po mas e keni o zonin, ka zgjidhja. Po filloj me njerë, Negi, thuaj 3 emra këngëtarësh që këndojnë më bukur se ti. Okej, më bukur se une, për shijen time, e përmena parë Sinonin, për shijen time më bukur se une, mund me këndu këngëtari dytë, normalisht Dani, pa diskutim, më bukur se une, mund me këndu për shijen time, ndoshta edhe një emër, kush më pëlqen mu edhe një emër. Ndoshta më pëlqen si driti. Oke. Në regull. Ato shumë mik, po besoj që për shije teme mu më pëlqen shumë që shkëndon. Oke. Cili është kolegu që të ka marrë bërgjë dhe nuk t'i ka këthy ende lekët? Ose, s'pe... Ma të përgjishna? Po. Oke. Ose s'pe, shka, vazhdoj pyetjen? Jo, ose, do më thonë, ose ti ka këthy, ta, zvaret, se do është ta këtu me përmisu. Ose mi ka marrë, mi ka këthy, ose s'mi ka këthy. Borgjë, asë një kolegë nuk më ka lypë asë një herë, edhe asë një herë nuk i kom dhonë, edhe asë një herë nuk i kom këthy. Edhe asë nuk i kom pas borgjë dikujt, prej kolegëve. Jashta kolegëve pra, se kjo ke përgjigje diplomatike? Jashta kolegëve, po... A të ka marrë dikush borgjë? Po, më ka marrë... Sa? Para, për shamu, para 20 vjetë një shok mi ka marrë 100 euro borgjë dhe s'mi ka këthy. S'ti ka këthy? Po, okej është. Nëse do të mbetesh në një ishull të shkret me një personazh publik, cilin kolegë do e merje me veti që mos të vdisje nga mërzia? A të përgjigjëm, ja? A du të me qenë gjini femërora? Jo, tu të jesë gjithë kush dalë në ishtë disponimin. Pyetje shumë më vështirë. Po prapë se prapë vendosa më përgjigjë, a më ndokët, apo më s'po përgjigjë. I ty më nëshë dhe më s'po përgjigjë, është të drejtë. A më kësa ere pa emër nuk t'lo? Jo, po normalisht. Ti tha, a du të me marë kolegi, apo më bënë në botërore? Jo, koleg. Do më thonë për këtyre që i njojmë, se thonë me thonë kam qef me Beyoncé, po si ma këshë ndresh ditën, a më zbën. Jo, ajo është mi ik mënyrë diplomatike përgjigjës. Jo, gjini femrore, të është realisht, zgudzoj me thonë, mirë po gjini femrore duhet me një ishull nëse ti metësh, vesh me një person. Se është ma bukur, ma kanqëm. Dhe kja ma thua emra, ta shkruj jo përgjigje. Shkruj jo përgjigje, se po gudzoj mu përgjigje. Qëto jo jatë po më interesojnë se i kom një dënim pa ta bos në shajsot. Okej, thuaj 3 gjëra që nuk i pëlqen tek partnerja jote, po nuk gudzëm të ja thuash në sy. Hajde për herë. Qëtu e pas ke bu pytjen e fështire pas ke bu. 3, mos janë shumë 3. Okej, një. Hajde, një apelojnë. Që po përgjigna. T'ja thomë, do më thonë bashkëshortës time, për shamu shka së më pëlqen, nështë edhe ja kom thonë nëjherë, ajo kujdeset ekstremisht shumë për e te pronë, do më thonë, sa kujdeset për mrena për shtëpinë, për pastërtinë, për krejtë këto, do më thonë, kujdeset ekstremisht, do më thonë nëjherë, kujdeset ma shumë sa që une edhe kisha mendu që duhet më kujdes. Nëri thomë, lese po dalim, thot, jo prej se su në lo shpinë kështu. Që po dalim, jo se su në lo këto, do më thonë, a u bunaj sinqert, tash uroj që ku shkojnë shpi, mos të flej mrena, mos të flej ashtë. Për kë do ta kishe fik televizionin me një herë, nëse në ekran del dikush të këndoj pa autotune?
Tararara. Po përgjigj na bre, po për shembull unë fiki televizionin më njëherë nëse më kënon pa keq kuptime, nëse dikush del që kënon tallavan televizionin e nali më njëherë, ose e ndroj kanalin, nuk Emër? Nuk po, në emër s'po di, tash veç tash s'un po qesë. Po nuk është në preferencat e shijet e mia. Dikush e pëlqen, nuk kom kundër kërkojna, mirë po nuk më pëlqen. Nëse s'ke emër, nëse praktikisht të kjo pyetje. Hajde për hajde. Kush është artisti ose artistja që shitet si yll i madh në rrjetet sociale? O, si për cili. Jo, këto jo se i për cili. Me qenë se jemi në minutat e fundit, edhe dënimi për 2 pyetje që nuk e përgjigjur, pason me... 2 su përgjigja? Po, 2 se përgjigj. Se me fakte, kam një kombo plusat, kështu, plus minus, kështu që 2 pyetje, po me qenë se të kena mik të shpisë edhe shumë i sinqer, unë i kam shkru 4 dënime. Hajde. Cilën dush me zgjedh ti, pastaj me realizu. Se realisht këshra i dyti, po në këtë... A numrin duha me zjedha? 1, 2, 3, 4. Edhe ke pun me 8/4 me telefon. Kështu që për ta letësoj pak. Hajde, pyetjen e 4, ta shufim. Çka po thot? Pyetja, dënimi 4. Thërë një numër në telefon. Po. I ki 2 variante, ose thuj që ka u buku me që e pitë që serdë ma, ose si ta qenë njësë jak me një kongë dashnis. Mësit të të Allah. Po tash pas i parës u përgjigja me një pyetje çka ke diçka që thash inshallah nuk flej jashtë. Po. Tash do na me marr pak ndoshta me të mirë bashkëshortën. Okej. Me jaknu një kongë dashnis, ha? Masi që ajo më shkon me më knu, se me i përmend picën, bëhet nervoz pse tash mu çu me përgatit picën. Okej, po në moment që telefonon, moment që thot Allah, ose alja, ose shpirt, ose qa do mënyre që të red, do është me anis direkt me këndu kongën edhe veç me janë alë. Asë mësë mi thonë tëng, asë një përgjigje, referin e kongës edhe e në alë. A nëse sta qelje ki dënimin e tretë? Po. Ti më dëgjo dhe më thuaj po, në kopshtin tim, unë po tëftoj, atë kam gjanë dhe shpres të kam, bëhemi një, o unë dhe ti. Wow! Wow! Ma kthej përgjigje. Të njëjtën monet. Wow! Pak e keqet që jam bëllëm, kështu që telefonet e tash të regoj pazull që jena në emision. A pi të regoj, ma? Veç të regoj që jena në emision, edhe këto dënimet, me të vërtet falenderit për këtë musafirve që i realizojnë. Në emision dhe kjo ke dënimi që unë e mura, greja. Kështu që u duta me ta këndu një kongë. Graniti mrekullueshmi, jo po thotë sot dënim kjo knatësi për mu me më thirë me ma këndu. Po veç e mira këtë që e kthej në mënyrën më të mirë të mundshme. E mira po thotë këtë që e kthej në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndolla se që ashtu ke loja. Dënimi këtë që ashtu, thira për shkak të respektit. Dënimi ishte kaq, veç thira tha lajmëroj për respekt që ka qenë vetëm pjesë e dënimit. Bukur, që si dënime ma shpesh, a? Po. Që si dënime po thotë ma shpesh. E kini përgjigje pak të keqe, po s'përish punë. Një përgjigje pak keqe, po unë e regulluam me këtë kongë. Përshëndet e rojneve Po shop. të përshëndet graniti jashtëzakonishëm. Dhe krejt televizionin sëni. Okej. Neki, unë po e them kështu që kuptoj që çdo emision e ka rëndësinë e vetë, edhe çdo emision bëhet i mirë, e më i mirë falë musafirëve që i kemi. Kështu që një koordinim, ne pa juve nuk funksionojmë, që besa as ju pa neve, sepse po harrojmë shpesh herë që jemi na ata që shpesh herë ju kemi ndimu, po pa juve na su në këshim ndimu kërkon, sepse talentin e nekit nuk e kena sjell ne, kështu që faleminderit veçanti ty dhe gjithë mysafirëve që i kemi që pranojnë edhe dënime edhe pyetje cikletshme. Po në fund të ditës po mundohemi gjithmonë me nxjerr një anë tjetër të çdo mysafiri, sepse është bukur që edhe me çton që këto momente mundën me qenë tu pi çaja, tu ëngër dreka diçka, me pa edhe një anë tjetër përpos asaj skenës dhe ndriçimit bukur që japim çdo ditë. Faleminderit shumë Granit, o kënaqësi gjithmonë ku po takohemi. Ti je jashtëzakonisht i veçantë në punën tënde, je
i mrekullueshëm, me plot kuptimin e fjalës, po them, nga se gjithmonë ki diçka ndryshe prej shumicës. Dhe kjo të bën ty me qenë i veçantë, për talentin që ki, të komplimentoj, unë nistenisht e shoh veten si pjesë të familjes, normalisht edhe kjo është shtëpia ime e dytë, por që kur po vitet në emision, gjithmonë e kam një ndjenjë, tash Graniti çka ka përgatitur për mua, çka ka përgatitur për mua, normalisht është një sfidë, po unë në kënaqësi, kur gjithmonë i nxjerr edhe disa gjëra të tjera të cilat ata që po na shiqojnë nuk i dinë, por që uroj që bashkarisht, siç e tha edhe ti bojmë njerëzit që po na shiqojnë me kalu qaste të bukura në shtëpitë e tyre, kudo që jetojnë dhe uroj që t'ju pëlqejë çka do të po ofrojmë ne. Kjo është ajo dëshira më e madhe për gjithë. Faleminderit shumë. Mos harroni po i them gjithë miqve që kanë më të retë nekit mund ta dëgjoni jashtë televizioneve, por edhe në kanalin zyrtar në YouTube, edhe me ime shiu dashnit edhe me i kujtu ato momentet e bukura. Neki, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi.